Sa janë gjasa që të kemi një lloj armë pushimi të përkohshëm mes Rusisë, por edhe Ukrainës, do ta diskutojnë në këto momente me njosin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Ledion Krisafi, që na bashkohet në studio. Faleminderit që jemi ne. Nga kronika e përgatitur nga kolegët e Euronews, mund të themi apo të bëjmë një lloj projeksioni sa janë gjasa që të kemi një lloj armë pushimi, duke ditur këtë lloj ndërmjetësimi apo këtë lloj dore të hekur që vjen nga Donald Trump për situatën e trazuar mes dy vendeve. Gjasat për të arritur një armë pushim të përkohshëm janë afër zeros, për dy arsye. Para sepse Rusia vazhdon të luftojë në Ukrainë dhe vazhdon të përparojë, pavarësisht se përparimi ishte ngadalt, dhe për aq kohë sa përparon nuk ka pse të pranojë armë pushime dhe ndalojë luftën, aq më tepër që ka një situatë në rajonin e Kurskut në Rusi, që forcat ruse kanë për synim të largojnë trupat ukrainase nga zona e Kurskut, kështu që nuk mund të pranojë Putin dhe Rusën në këtë moment që të ngrijë si thua vija e frontit duke patur zonë e Kurskut të pushtuar nga ukrainasit. Kjo është një arsye kryesore pse rusët nuk pranojnë armë pushimin pa patur një, si thua, një rrjedhoj çfarë mund të pritet pas armë pushimit. Pra ideja është që në fillim bëjmë dakord për vijet e përgjithshme të marrëveshjes dhe pastaj mund të bëjmë armë pushimin. Po jo bëjmë armë pushimin dhe pastaj armë pushimi mund të jetë si mënyrë për të rigrupuar Ukraina nga ana tjetër, dhe e dyta që në momentin që bën armë pushimin dhe nuk ndodh asgjë pas armë pushimit, shteti që prish armë pushimin merr si thua damkën në këtë rast si prishi armë pushimin. Kështu që për rusët për aq kohë sa janë duke luftuar dhe duke përparuar, pavarësisht sa ngadalë mund të përparojnë në fushën e betejës, armë pushimi është krejtësisht përparanueshëm. Pra ideja e tyre është që do bëjmë negociata duke vazhduar të luftojmë. Pra armë pushimi vjen vetëm në momentin ku kemi një ide të mirë deri diku se si do jetë marrëveshja e paqes më vonshme. Një detaj, pasi shohim apo deri diku lexohet, më themi, qasja që mban apo pozicionimi që mban Donald Trump për situatën Rusi-Ukrainë, mund të themi se në terren, në vijën e frontit është bërë më agresive mënyra se si po luftohet, duke parë edhe mbështetjen si nën zë, si të tërhequr, por që po jep vetë Donald Trump dhe Rusisë? Rusët vazhdojnë të kenë të njëjtën qasje ndaj luftës që kanë pasur edhe më përpara, sepse mund të bësh edhe më shumë agresiv, por nuk se po shoh në një nxitim nga ana e Rusisë, dhe kjo është diçka, si thua, e çuditshme, sepse nëse do të ishim afër paqes realisht, mund të kishim një nxitim nga ana e ushtrisë ruse për të marrë sa më shumë territor të jetë e mundur. Sigurisht kjo bëhet edhe sa mundësi ka të marrësh territor ose jo, por në momentin nuk se po shoh që ushtria ruse ka ndonjë nxitim, vazhdon të ketë të njëjtën stad ose ritëm lufte siç ka pasur dhe para se të fillonin bisedimet situata politike. Po, është e pandikuar, vazhdon të ketë një ritëm si më përpara. Kjo të bën të dyshosh në kuptimin që janë të gatshëm të arrijnë një marrëveshje në këto vija fronti, por nëse nuk po nxitojnë tani të marrin territor, mund të shkojnë me idenë që pas disa vitesh ose pas disa kohësh mund të rikthehen prapë luftës, dhe territorin që mund të marrin prapë pas disa vitesh. Pra një ushtri ose një shtet që mendon se kjo marrëveshje paqes do të jetë përfundimtare dhe nuk ka përndryshuar për 100 vite, do të ishte një lloj nxitimi për të marrë sa më shumë të jetë mundur territor. Gjë që ushtria ruse nuk është duke e bërë për momentin. Pra ka një lloj sjellje që mua më tingëllon e çuditshme për momentin nga ana e rusëve. Janë të përqendruar tek zona e Kurskut mbi të gjitha, thash sepse Vladimir Putin nuk dëshiron të ulet në tavolinë me Ukrainën duke patur zonën e Kurskut të pushtuar. Mbrëm në darkë dhe zakonisht gjatë 2 ditëve të fundit kemi pasur një zhvillim shumë të madh në zonën e Kurskut, sepse ushtria ruse ka arritur të thyejë një prej linjave të ushtrisë ukrainase dhe praktikisht shumica e ushtarëve ukrainas në zonën e Kurskut janë të rrethuar. Pra nëse imagjinojmë zonën e Kurskut në këtë, le të themi, këtë formë, ushtria ukrainase ruse është futur mes për mes zonës Kurskut dhe e ka ndarë ushtrinë ukrainase në 2 pjesë. Pra një pjesë sipër që është rrethuar dhe një pjesë poshtë që është duke u rrethuar. Duke rritur probabilitetin për ta uzurpuar dhe ta hapësirë në një afat interval kohor më të afërt. Ideja është që ushtria ruse duhet të marrë se s'bën Kurskun për momentin. Pra nuk duhet të ketë Ukraina asgjë në dorë, thua as zonën e Kurskut, pavarësisht sa e vogël është vetëm 400 km2 ajo që ka ngelur Ukrainës, por ideja është që kur ulen në tavolinë duhet që Ukraina të mos ketë realisht asnjë kartë në dorë, siç i tha Donald Trump në takim me Zelenski, që kartat mos ketë vërtet në dorë në këtë rast. Ledion, ajo që mori vëmendjen e medias botërore ishte takimi në Shtëpinë e Bardhë në zyrën ovale të Donald Trump dhe Zelenski, ku në fakt ishte një situatë e tensionuar dhe deri diku u sulmua pas atij momenti edhe vetë Zelenski për mënyrën se si reagoi. Ndërkohë Kremlini zyrtar dukej i distancuar sikur po shijonte këtë lloj shfaqje. Si mendon se do të vijojë, mund të themi, e ardhmja e Ukrainës në një kohë që Zelenski si numri 1, pra si drejtuesi i qeverisë në Ukrainë në një kohë lufte, sulmohet nga Donald Trump, në një kohë që edhe kryetarja e opozitës, ish kryeministre po e Ukrainës, është proti dhe thotë që zgjedhjet në vendin tonë nuk mund të bëhen për shkak se jemi në situatë lufte. Kjo situatë politike e trazuar e rëndon vetë Ukrainën dhe fakti që
artikulon Donald Trump që vetëm 4% e qytetarëve atje e votë besojnë, e duan ato si numër 1 të qeverisë. Këtu ka Donald Trump në radhë parë ka një mëri personale me Zelenskin dhe po thot gjëra që nuk kanë lidhje me realitetin që është në Ukrainë. Pra, nga një anë kërkon të bëjë zgjedhje, nga anë tjetër jo vetëm ish kryeministja Julia Timoshenko, por gjithë klasa politike në Ukrainë është pro Zelenskit, me kuptimin që nuk mund të ketë zgjedhje pra aq kosa ka luftë. Pasi të mbarojë lufta, mund të bëjmë zgjedhje. E dyta, sondazhet më të fundit tregojnë që gati mbi 60% e ukrainësve janë pro kësaj politike që është duke bërë Zelenski. Pra, nuk ka lidhje me 4% që thot Donald Trump. Dhe sa më shumë Donald Trump sulmon Zelenskin dhe rrjedhimisht sulmon dhe Ukrainën duke sulmuar Zelenskin, aq më shumë mbështetje aq më shumë mbështetje merr Zelenski brenda Ukrainës, sepse gjithmonë më shumë ukrainasit ka filluar të mendojnë që tashmë Trump është në një linjë me Putinin. Dhe po shoh gjithmonë më shumë në mediat e Ukrainës se ushtar, po dhe vetëm ushtar që janë duke luftuar në vijën e frontit, të cilët thonë që edhe nëse Amerika largohet nga mbështetja, ne vazhdojmë të bëjmë luftën. Pra, brenda Ukrainës kjo shihet si një tradhti shumë e madhe dhe është e njëjta gjë që po mendon gjithë bota që nuk ka asnjë kuptim kjo që është duke bërë Donald Trump në këtë moment, sepse duhet të kishte bërë si thuaç të kundërt, të vazhdonte të mbështeste Ukrainën për të dobësuar Rusinë. Po bën të kundërt, po mbështet Rusinë duke nxjerrë Rusinë të fortë nga gjithë kjo situatë dhe po nxjerr Ukrainën të dobët. Ideja në këtë rast është që Donald Trump dëshiron të ketë një paqe me çdo kusht. Pra ky është dallimi i madh i tij me Zelenskin atë parë, por dhe me Evropianën. Nuk është se Zelenski do luftën, ose Evropianët duan të vazhdojnë luftën, por ideja është që të ketë një paqe të mirë, si thuaç në Ukrainë. Një paqe që t'i japi siguri. Nëse Donald Trump mendon që mjafton paqja, nuk ka rëndësi çfarë sigurie ka, nuk ka rëndësi nëse fillon lufta pas 4 vitesh, sepse nuk do jetë president pas 4 vitesh. Pra, aq ftohtë është gjykimi i tij për situatën e nxehtë që ndodhet vetë Ukraina? Gjykimi i tij nuk është i ftohtë në këtë rast, është indiferent. Pra është një gjykim i një personi që nuk intereson se çfarë ndodh me Ukrainën. Për shembull, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance tha që mua nuk më intereson fare çfarë ndodh me Ukrainën. Kjo shprehje e tij mund të vijë nga një, le të themi, votues amerikan në një lokal në Amerikë, por nuk mund të vijë nga zëvendës presidenti amerikan i cili nuk kupton se çfarë është rëndësia strategjike e luftës në Ukrainë. Pra nëse çfarë ndodh, nëse le të themi që Ukraina, gjysma e Ukrainës pushtohet nesër nga Rusia, kjo është humbje e madhe strategjike për Amerikën. Nuk është thjesht një humbje për Ukrainën si do pushtohen nga Rusia. Pra, koncepti që nuk më intereson mua se çfarë ndodh 5000 kilometra më larg nuk funksionon më në botën e sotme ku raketat mund të vinë në shtëpi. Ka raketa ndërkontinentale të Koresë së Veriut që mund të godasin qytetet amerikane, Seattle, Los Angeles, San Francisco të tjerë. Pra, kjo logjik që po mundohen të fusin në lojë Donald Trump dhe J.D. Vance është një logjikë e shekullit 19, kur nuk të vinin raketat në shtëpi, kur sigurisht ishte mbrojtur nga një oqean para teje. Pra, ka një thuaç mospërputhje mes mënyrës se si po mundohen të luajnë lojën gjeopolitike Donald Trump dhe J.D. Vance dhe realiteti. Pra, realiteti nuk është në këtë mënyrë. Haruam një detaj. Në mënyrë hipotetike të mendojmë që është arritur paqja dhe po rikuperohet, ka nisur ndihmat që po rikuperohet edhe Ukraina. Sa janë gjasa që të vazhdoj karrierën politike Zelenski, në një kohë që në shumë artikulime apo analiza mendohet si një kartë e djegur politikisht Zelenski dhe për shkak të mënyrës se si erdhi ai në politikë dhe karrierës së tij politike? Ukraina paktën para luftës ka qenë një vend me probleme, por demokratik. Në kuptimin që kanë qenë zgjedhje deri diku të lira dhe të ndershme dhe ka pasur rotacion pushteti. Kjo është gjë e rëndësishme. Dhe Zelenski ka ardhur në pushtet me 73% të votave. Nuk se erdhi me pak vota dhe ishte pra ka një lloj mandati shumë të plot plebiscitar, se thuash, nga ana e popullit të Ukrainës. Gjasat janë për momentin tregojnë që mund të fitojë zgjedhjet, por kjo është e pamundur për të gjetur në kohë lufte, sepse ndryshe hipotetike nëse ka mbaruar lufta. Ndryshe shihen udhëheqësin në kohë lufte, pra populli sheh atë që mbron, se thuash, ose sheh një figurë në kohë lufte, ndryshe shihet në kohë paqe. Pra është një gjë që ndodhi në Britaninë e Madhe në luftën botërore, ku Winston Churchill humbi zgjedhjet në kohë paqe pasi fitoi luftën. Të njëjtën gjë mund ta bëjë dhe Zelenski, varet se ka përballë. Gjithsesi ka përballë Julia Timoshenko ose Petro Poroshenko që ka qenë presidenti i Ukrainës, do fitojë sepse janë dy figura që nuk janë ezauruar. Por nëse do ketë përballë ish komandantin e përgjithshëm të ushtrisë ukrainase Valeri Zaluzhnin,
është një garë shumë e fortë që dhe mund ta humbasi. Por nëse Donald Trump shkon me idenë që do ikë Zelenski, do vijë dikush tjetër, do jetë në një linjë me amerikanët, kjo është ide e gabuar. Sepse vetëm dje Valeri Zaluzhny, që është ambasadori i Ukrainës në Britaninë e Madhe, bëri një shkrim ku tregonte që Donald Trump është duke shkatruar rendin botror. Pra ideja që iku Zelenski dhe do vi dikush tjetër që do jetë më i dashur me amerikanët, kjo nuk funksionon në Ukrainë. Ukrainës janë një popull shumë patriot, si thuash, dhe kur shohin tradhtin, i thon tradhti. Pra nuk mundohen ta mbulojnë me fjalë më të bukura. Po unë kam përshtypjen që Donald Trump dhe zëvendës presidenti i tij nuk e kanë fare idenë se çfarë është duke ndodhur në Ukrainë. Pra kanë disa konceptet e tyre, kanë disa paragjykimet e tyre, kanë mërinë e tyre personale me Zelenskin dhe mendojnë që kjo kaq mjafton. Te inati apo mëria personale, mendon se po e sulmon Donald Trump Zelenskin për shkak se shumë shpesh cilësohet si një individ i financuar, i rritur, në thonjë nga